good to see you. And you are right on time because I've got to go myself. This building, many in this building are now moving out to Ankara. You will have, as you know, the summit there on Tuesday and Wednesday, so tomorrow and the day after. And the summit will focus very much on delivery. Siç e dëgjuat edhe sekretarin e NATO-s, Aleanca Veriatlantique po hyn në një nga fazat më kritike të ekzistencës së saj. Përpara nisjes drejt samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte ka përcjellur një mesazh të prerë dhe të qartë nga zyra e tij. We did a lot in The Hague last year, but now we have to deliver on The Hague. That means the spending. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%. Pra, e tha, koha fjalë ka mbaruar, tani kërkuan rezultate konkrete në terren. Ky samit i Ankaras vjen në një moment të shoqëruar me paralajmërime të errëta gjeopolitike. Keni mundë me lexu, stuar alarmi i fundit i inteligjencës perëndimore sugjeron se nëse industria e mbrojtjes e NATO-s nuk reagon urgjentisht, Rusia mund të ndërmarrë hapa agresiv dhe sulme inkursive direkte ndaj Polonisë, duke kërcënuar kështu krahun lindor të aleancës. Ndërsa urdhëri politik i Ruttës është që planet kredibile dhe rritja e industrisë duhet të jetë emergjent për të përgjigjur kështu kërcënimit ekzistencial. Po ashtu Rutte bëri të ditur se fokusi kryesor në Ankara do të jetë zbatimi i plot i detyrimeve financiare. Credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%, and there is really good news here. When it comes to industry, producing more. Ai kërkoi që të gjitha vendet anëtare të paraqesin plane praktike dhe kredibile të shpenzimeve për të arritur objektivin e ri ushtarak dhe për të rritur masivisht prodhimin industrial të armatimeve. Po sipas shefit NATO-s, ky mobilizim është jetik për të garantuar që Ukraina, making sure that Ukraine has what it needs to stay as strong as possible in the fight, and of course to be in the best possible position when peace negotiations start. Si fronti i cili po zhvillohet edhe më tutje në raport me Rusinë, të ketë gjithçka që nevojitet për të qëndruar e fortë në fushë betejë, si e vetmja mënyrë për të parandaluar zgjerimin e konfliktit drejt Polonisë, çka është edhe synimi i Rusisë, por edhe shteteve tjera të NATO-s, anëtare të NATO-s. Mungesa e Kosovës në tërheqjen e vendimeve të ra, përderisa harta e rrezikut është vendosur tërësisht drejt kufive të Ukrainës, por edhe atyre polak dhe lindjes së Evropës, Ballkani perëndimor siç po shihet po përballet me një anashkalim të ndjeshëm politik. Kosova ndonse mbetet një pikë nevralgjike e Rusisë ku NATO mban misionin e saj të KFOR-it, nuk do të jetë pjesë e tërheqjes zyrtare në Ankara. Kjo mungesë reflekson një realitet të dëmshëm. Pa një zgjidhje përfundimtare politike dhe pa njohjen nga 4 vendet anëtare të aleancës që ende refuzojnë shtetësinë e saj, Kosova mbetet vetëm një konsumatore e sigurisë dhe jo një palë vendimarrëse në strukturat ku po projektohet themi ardhmja e mbrojtjes globale. Mesazhi i Mark Ruttes është i qartë. Nëse perëndimi nuk reagon sot, lufta nesërme nuk do të jetë më një hipotezë, por një realitet në dyert, në mos dikujt tjetër të Polonisë, po se po.